prej çështjeve të agjerimit që Allahu Azza wa Jall na jep edukat është që ne të bëhemi të dogatshëm, dhe kjo është edhe arsyeja e qëllimit të agjerimit, la'allakum tattaqun, që të jeni të dogatshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon që jep kuptim edhe këtij qëllimit të ajetit për agjerim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha kana yawmu sawm ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Thot në qoftë se dikush për juve është duke agjeru, ase se ai mos fol fjalë banale, duke agjeru nuk ban me shaj, nuk ban me fliq me gojë. Pejgamberi për ndalën të sene gjitha. Wala yaskhab, po thot as mos ngrindet me njerëz, mu po la me njerëz. Që në fillim çfarë thot? Idha kana yawmu sawm ahadikum, në qoftë se dikush për juve don agjeru, është agjerueshëm, as mos mu ngrind, as mos mu fol keq, as mos me shah. Gjitha janë të ndalume për me mbrojt agjerimin e tij. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih wal jahl, falaysa lillahi hajjatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili nuk e lën fjalën e keqe, veprën e keqe, edhe veprën e të që ban punë të këqija, dhe nuk e lën ignorancën, nuk është e nevojshme për Allahun Azza wa Jall, që ka nevojë Allah për agjerimin e këtij personi që ka dhënë hajën dhe pijen. Subhanallah. Thonë, nuk ka nevojë Allah Azza wa Jall për agjerimin ton kur na shajmi, ofendojmi, bërtasmi, folmi flesht, kjo është një shkollë që ne jep agjerimi, kjo është një shkollë që ne jep agjerimi me fitu devotshmërinë. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Rubba saimi hadduhu min siyamihi al-ju'a wal-'atash." Thotë ndodh që agjeruesi kur i përdor gjitha këto sende, ofendan, shan, fliq, merr për gëjem, sillet keq, vërtet, po thotë pejgamberi, ndodh për agjeruesin që nuk merr kur gjë prej shpërblimit vetëm se është unt. Ato na rresh më thonë atij personit, ka ti të agjeru, nuk e dan Allah zë këtë agjerim. Kjo është ajo vëllëzër prej, domethënë, nijeteve, qëllimet e agjerimit, devotshmëria është me rujt gjuhën, mos më ofendu, mos më sill keq, mos më bërtit, me rujt agjerimin. Allah Azza wa Jall na bëj që me këtu në këta ajete dhe hadithe që me mbrojt agjerimin ton, ashtu siç ka kërkuar Allah Azza wa Jall, e Zoti na shpërblet gjithë për këtë agjerim. Ja Rabbel Alamin.